Haj. Drop the mic. Haj. Se pret prej me, se unë s'duke më kështu, po. Haj. Të dy t'i kisha dhonë, me durët e mia i kisha dorëzu. Çdo gjë që kam bërë thonë, si unë ta kishit jetu. Po qa janë këta dy thesare, e qa na duhen ne? Nga ata që blien me pare, a nga ata që do të si blen. Jo si këta nuk ka dytë, krejt ruzlit mbarë bjeri, po hajt po jo japun dhe sytë, kuptoni sa i thyshëm ka nga njeri. You like it or no? Shumë e fort. Që ne, halo se kom krya unë. Unë dhe zjarri për së mbari, u solën plot si bajraktari, shiten si kur kanë mirësi, për brenda shpirtin e kanë të zi. Ata kanë sy për s'duan të shofin, ndëgjojnë atë ku mbruhet shoki, edhe flasin me fines, ndjes, veç pse ka një audiencë. Isha shumë optimiste, u tregova dhe naive, mendova se mirë do të kalonim që ç'të shtash jo mitë. Prit të shi. Si Po, kishe rreshtën e fundit? Mendova se mirë Jo, do të kalonim... krejt strofën e fundit. Aha. Isha shumë optimiste, u tregova dhe naive, mendova se mirë do të kalonim, erdh i liri dhe fillum të qalonim. Ati e të e bë me këshu, në bë. A kryve? Ti janë Wayne. Kisha. Beki. Girl from West London. Girl from East London. Shumë të fortë e kam bo, ej. Në gres? Girl from West London. Shumë të vishëm që ta performoj.
Kam këtë. Kur afërsisht mbaroni? Po s'kam shumë për zotin, se kishte Sara ma dha Sara. Ja, edhe pak, edhe pak. Më fala? Jo, s'ka gjë, edhe pak. Se kur të vinë kështu dhe ta ndërpresin, Është merë. nuk mundem. Ti me kom burra puth që është duhet, po hajtë. Treq mos jashtin me Unë dhe zjarri për së mbari, unë sollën plot si bajraktari, shiten si kur kanë mirësi, për brenda shpirtin e kanë të zi. Ata kanë sy për s'duan të shofin, ndëgjojnë aty ku mbrohet shoki, edhe flasin me fines, ndjes, veç pse ka një audiencë. Isha shumë optimiste, u tregova dhe naive, mendova se mirëni do të kalonim, erdh Iliri dhe fillum të qalonim. Bombarduan ofendime, s'kishte skuqje, veç krenime, për si do qoftë, unë prap e fal, unë eci para e ty u dha marë. Bravo. Love it. So you. Po shalon! Deshta me shti edhe një me shkru se e kom pjesë tekstit. Këta nuk janë filma që na të kallzojmë. This is the real shit, na e jetojmë. Po shkruj. Shko të regoja Mozës. Moza! Shumë bukur. Se vend dyshim. E ti që kam shkuar e vogël? Ke shkryt? Po, në kërë lista. Kartore, listat për film. Sara, rregullon mikrofonin. Me që je këtu, hajde t'ja u lexoj timen, vetëm ju. Të dy i kisha dhënë. Me durët e mia i kisha dorëzu. Ama vleti ja u tregoj tash. A dhënë të mi, ti lepur. Do me të lexoj timen? Ajo. Nuk e pret prej me. Nuk e pret prej me. Pa prit? Po përta të marrë të dyja? Pa ditë vishëm, pra sa e thash me që je këtu. Se marrë të vetën seriosisht. Aha, jemi. Të dy i kisha dhënë. Me durët e mia i kisha dorëzu. Çdo gjë që kam bërë thënë, si unë ta kishe jetu. Po qa janë këta dy thesare, e qa na u dash kanë ne. Nga ata që blihen me pare, a nga ata që do të si blen. Ja, si këta nuk ka dhe dytë. Kretë ruzlujt mbarë bjeri. Po ja u japun edhe sytë, se ma i pastër në është ateti. Shish, e kam prit nga ty, e kam prit. E ke prit nga unë? Po nga ty e kam prit. Mendoj diçka të mirë për njerëz që se pres. Për tani të na tregon ti. Hajde. E ti se ke prit për mu. Prej meje. Hajde.
Filloi ferma 27 mars, 19 s'mo duken pak, gjithë se cilin hesab vet, po kjo zgjati vetëm 2 net. Se pastaj filloi gara dhe aty shkëlqeu Sara. E kuptueshme e pa kuptueshme, gjithë se si e dëshirueshme. Ah, moj Sara, si sta din guximin dhe mirësin. Sa e hy në për kuzhinë, e ndrit të gjithë shtëpin. Arrogante, budallaqe, skuthe, për këto i merr si puthje. Dal nga dal, i përgjigjet, në debat nuk tërhiqet. E kur kjo i drejtohen, më shumë emri i forcohet. Se një grua me mend shumë, veç gjikohet si kur unë. Shit sa kremra po dëgjoj, val e din sa sakrifikoj, e fëmijët nuk i shikoj që më të mirën për ata të çoj, se kam bërë kështu të zhgaravitur. Por kur jeta të përplas, ferma po i duket gaz. E me gaz do ta vazhdoj derisa çmimin ta fitoj. Nuk e priste që të kishte shkruajtur për vetë. Më tha Moza të shkruaj për vete. A ja tregove Mozës ti? Po, Moza. A ti ja tregoj tu apo? Po tregoja? Po të thuj të vi këtu, mos e tregoj kështu. Moza, të lutem. Shipak, vajzë e humbur, sa kushton e grusht me dhe, që vendosë të largohesh nga ëndra që ndishe dje, vajzë e humbur, si unë djeve kur të bitë se halta është ëmbël mjalt, dhe të desh me i këthy, ku dojnë a që me mjalt. Po për të ku që kishë kushtu? Ja, bon. Sepse vajzë e humbur? Po se më dje me humbur fund e fundit. Ja. Fermer e mirë, mos lejo që barit të mbi në derë, se rruga është e gjatë, e grot e të përcjell në humner. Vajza e humbur e gjetura e vetës. Titulli do jetë e gjetura e vetës. Okej. Po më thuaj pak si ta fus këtu. Vajza e humbur ndihem se jam e gjetura e vetës, me këtë mbyllën. Po, okej. Titullin do ta kesh e gjetura e vetës. Po, por të desh me si unë djeve kur të bindën se balta është ëmbël mjalt, dhe të desht. Të besoje se e bardha është e zezë? Po nuk duhet ketë një rrim? Po pse të ketë? Pse të ketë rrim? Pastaj vazhdojnë poshtë. Ka dhe poezi me bark lirë. Ku e lash atë? S'kam shuj gjë për vete, ma morë nga dorë. Po ku e gjithë këtë fletë? Një pisret bërë. Po këtë kam i zemra. Po deshe do gjysmën. Jo, do t'a licaj hati. Hajde këte. Po se kam baru fundi, no? Se s'kam sëras. Hana dhe unë, në dritën e hënës levatonë, forma gjysmën çdo ditë plotësohet. Krejtë se nuk po lexoj dot nga sytë më lotojnë. Në dritën e hënës levatohen, forma gjysmë çdo ditë plotësohet, dhe çdo ditë natë plotësohet kujtesa e netëve kur trupi i tillë kujtoi shanit, çdo formë jete të hënës bërente. Shikonte, shpresonte, jetonte për vetmohimin e ndjenjes që hëna shkaktonte. Më i hënë e bukur hën ti. Ti dhe unë, e mira unë, e ndjeshmja unë, o dashuri sublime hënë ti. Ti vëren, ndjen dhe ndryshon formën, ashtu si unë ndryshon ndjenjen e vetmisë që ti pa e di kur ke shkaktuar. Me gjonave me komunitetin e kanë shumë.